Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Largoni gazrat dhe fryrjen e barkut vetëm me këtë produkt çuditëbërës. Keni dëgjuar ndonjëherë për kefirin? Bëhet fjala për një nga produktet unike të Bulmetit, një nga më të pasurit me probiotik dhe më të vlefshmit në planet. Tani, ai njihet si një nga ushqimet më të shëndetshme të shekullit të 21 dhe mund të gjendet edhe në supermarkete. Ai është shumë i pasur me probiotik dhe përbërës të tjerë aktiv për stomakun, po ashtu përmban rreth 30 lloje të bakterieve të mira që ndihmojnë kundër qelizave të dëmshme të trupit dhe mund të japin gjithashtu rezultate të kënaqshme për ju. Por çfarë është kefiri? Kefiri është qumësht i fermentuar që ngjan dhe shijon njësoj edhe me kosin. Sipas të dhënave, fermentimi arrihet duke kombinuar qumshtin me kokrizat e kefirit dhe duke e mbajtur në frigorifer për 24 orë. Kefiri bëhet me lloje të ndryshme të qumshtit dhe ka nevojë për kokriza të gatshme që qumshti të blihet në supermarket ose në dyqane me produkte bio. Këto kokriza janë organizma të gjalla por me profil unik, të cilat bëjnë të mundur gjithashtu edhe marrjen e vlerave të tij. Ato janë një masë gjelatinoze e butë e përbërë nga proteina, lipide, polisakaride e të tjera dhe shërbejnë si farë për zënjen e kefirit. Këto kokriza që formojnë një lëmsh të bardhë ose të verdhë mund të përdoren një jetë të tërë përpara se të ruajnë në kavanoze qelçi të mbushur me qumësht. Kefiri mund të gjendet në lloje të ndryshme dhe në kombinime me mjaltin, arrën, me barishtet, me perimet, me frutat, me çokoladën e të tjera. Por kefiri mund të jetë gjithashtu një përbërës shumë i mirë në gatimet tuaja. Ai mund të konsumohet në forma të ndryshme dhe elementet ushqyes që do t'i ofrojnë trupit do ta bëjnë atë një nga zgjidhjet më të veçanta që mund të konsumohen në dietën tuaj. Shija e tij është e afërt njësoj si kosi. Ai përshkruhet një kryqëzim mes qumshtit dhe kosit. Megjithatë, shija mund të ndryshojë në varësi të kohës së fermentimit. Kosi mund të hahet me lug, ndërsa kefiri edhe mund të pihet. Vlerat e kefirit janë të pafundme. E përrjedhoj mjekët të ndryshëm e kanë renditur kefirin në listën e produkteve më të mira të Bulmetit bashkë me kosin. Sipas të dhënave, ky lëng, siç është kefiri, është i pasur me probiotik dhe shumë i dobishëm për stomakun. Këto produkte të vërteta kanë shumë më probiotik se kosi. Probiotikët janë bakterie të mira që mbajnë stomakun e shëndetshëm. Bakteriet e mira nuk duhen nënvlerësuar sepse 75% e sistemit imunitar të njerëzit e ka piknisjen te sistemi tretës. Kefiri përmban shumë kalcium dhe vitaminë K2, dy përbërës të rëndësishëm për kocka dhe parandalimin e rrezikshëm të frakturave me 81%. Kefiri përmirëson tretjen dhe pakson djeshmërinë ndaj laktozës dhe problemeve me tretjen dhe problemet e saj. Ky përmirësim është i fortë në rastin e kefirit më shumë se sa te kosi. Kefiri rekomandohet të përdoret kundër sëmundjeve nervore, sklerozës dhe pagjumësisë. Mjekët rekomandojnë konsumin e 1 litri kefir në ditë kundër anemisë. Sëmundjet si bronkiti, astma ose problemet me zorrën e trash kërkojnë trajtime me gjysmë litri kefir në ditë dhe mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë për organizmin. Ndaj, nëse doni që të përfitoni nga ky produkt i veçantë, ju ftojmë ta shtoni atë në dietën tuaj. Kefiri, në të cilën shpesh e quajmë si pije e jetëgjatësisë, është e pasur me cilësi terapeutike të cilat rrjedhin nga kokrat e tij. Është plot me vitaminë B, të cilat krijojnë thartira dhe, në dallim nga kosi, ai zakonisht rekomandohet të pihet edhe në mënyra të ndryshme. Kefiri, i cili në të vërtetë ka formën e kërpullës, shumë shpejt shumëzohet dhe mund të rritet deri në mallësinë e arrës. Është plot me proteina, polisakaride, yndyrna e të tjera. Më së shumti përdoret jashtu quajtur edhe kefiri i qumshtit, i cili prodhohet duke u shtuar në qumësht. Kefiri i qumshtit ka përdorime më të gjëra, mirë po ashtu kokrat e kefirit mund të përzihen edhe me ujë. Është i mirë për të vegjëlit, për rregullimin e jashtëqitjes, për imunitetin dhe gjithashtu edhe për humbjen e peshës, gjë që e bën një përbërës kryesor të shumë dietave të shpejta, qëllimi i të cilave është pastrimi i organizmit. Me konsumin e kësaj kërpulle mund të shfaqen reaksione të padëshiruara siç janë diarrea ose probleme me barkun. Gjithsesi, mos u friksoni sepse kjo vetëm
nuk do të thotë se trupi ka reaguar ndaj konsumit të kërpullës, ndërsa në periudhat e ardhshme duhet vetëm që të përshtatet. Por cilat janë probleme në të cilat ndikon përdorimi i kefirit? Nervat dhe pagjumësia, këshillohet të pihet një gotë kefir në mbrëmje. Bronkiti, astma, sëmundjet e zorës së trashë, këshillohet gjysmë litri kefir në ditë. Anemia, 1 litër kefir në ditë. Ekzema shërohet duke pirë dhe duke lyer njëkohësisht problemin me kefir. Në mëngjes do të pastrohet, edhe në mbrëmje do të lyhet përsëri. Ai ndihmon nga dalësimin e sklerozës dhe kjo është me të vërtet një fazë e avancuar dhe përmirësimi i saj në fazën fillestare. Por si mund ta përgatisni vetë kefirin në kushte shtëpie? Për këtë ju nevojitet qumësht i freskët, një kavanoz i madh i pastër me kapak dhe një lugë druri, një kulluese, një tas i madh me disa kokra kefiri. Kefiri në disa vende shitet i gatshëm. Së pari shtojmë kokrat e kefirit në kavanoz dhe pastaj ngadalë derdhin qumshtin tuaj mbi kokra. Butësisht trazoheni përzierjen dhe vendoseni kapakun në kavanoz, por duke lënë që pak lirshëm për të lejuar gazin të dalë. Hapi i dytë është ai se çfarë ndodh me fermentimin. Koha që e lini përzierjen e kefirit të formohet nga 12 deri në 48 orë, varet nga ju. Nëse e lini më pak, kefiri do të jetë më i hollë, më i ëmbël dhe sa më shumë ta lini të fermentohet, duhet të bëhet më i trashë dhe më i thartë. Është e rëndësishme që kavanozi të jetë i vendosur diku larg nga rrezet e dritës së diellit. Do të shikoni se pas pak kohësh përzierja do të fillojë të ndahet në dy shtresa, me trasha sipër dhe më e odha dhe e verdhë poshtë. Është koha kur qumshti fillon të ndahet në giz dhe në hirë. Pasi mendoni se kefiri është gati, e trazoni lehtë përzierjen e fermentuar dhe e kulloni në një tas të madh. Kjo do të nxjerrë jashtë kokrat e kefirit nga kefiri i lëngshëm. Kokrat i vendosni në kavanoz dhe derni kefirin e lëngshëm për ta ruajtur. Ju mund ta ruani kefirin në frigorifer për përdorime të përditshme ose mund ta lini mbi banak edhe për 2 ditë të tjera. Pasi e keni grumbulluar kefirin, do të lini kokrat për të filluar procesin, por mos hidhni tutje kokrat. Ju mund të ripërdorni ato sërish, mund të derni një sasi të vogël të qumshtit mbi kokrat e kefirit dhe t'i ruani ato në një enë të vogël në frigorifer derisa të jenë gati për të bërë edhe një grumbullim i kokrave. Është e rëndësishme që kefirin ta konsumoni me kujdes në mënyrë që të mos keni edhe dëmtime të organizmit. Është konsideruar si një nga ushqimet më të shëndetshme të shekullit, i cili mund të gjendet lehtësisht në supermarkete. Kefiri është i pasur me probiotik dhe përbërës aktiv të mirë për stomakun. I ngjashëm me kosin, fermentimi i tij arritet duke kombinuar qumshtin me kokrizat e kefirit dhe duke lënë në frigorifer për më shumë se 24 orë. Sipas Elfline, është vlerësuar nga ekspertët si një nga produktet më të mira të bulmetit për shkak të vlerave të shumta që ka, i cili ndihmon në luftën kundër problemeve, bakterieve, qelizave të dëmshme dhe problemeve të ngjashme. Kefiri përmban shumë kalcium, vitamin K2, dy përbërës të rëndësishëm për shëndetin dhe parandalon rrezikun e frakturave me 81%. Ai gjithashtu përmirëson tretjen dhe pakson djeshmërinë ndaj laktozës dhe problemeve me tretjen e saj. Rekomandohet të përdoret kundër sëmundjeve nervore, sklerozës dhe pagjumësisë. Sipas mjekëve, është e rëndësishme konsumi 1 litër kefiri në ditë kundër anemisë, por gjysmë litri kundër bronkitit, astmës dhe problemeve të zorës së trashë. Gjenden në lloje të ndryshme dhe mund të kombinohet me mjaltë, me arra, me barishte, me perime, me fruta dhe me çokoladë. Dhe vlerat që do të merrni nga konsumi i tij do të jenë gjithashtu mbreslëndse për dietën tuaj të përgjithshme. Kefiri është një pije e fermentuar e bërë në mënyrë tradicionale duke përdorur qumshtin e lopës dhe atë të dhisë. Bëhet duke shtuar kokrat e kefirit në qumësht. Këto nuk janë kokra drithi, por kalojnë si drithra në maja dhe në bakteriet e acidit laktik dhe janë të ngjashme me lule lakrat në pamje. Ato mund t'japin shumë përfitime trupit të njerëzit, por gjithçka që duhet të dini është të filloni ta konsumoni me kujdes dhe ta shtoni dozën sipas kënaqësisë suaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojë, të mos zhvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.